arriti deri në atë pikë se ata i dhanë dhe akuzat, ishin 39 akuza, të cilat ju thanë nga juria popullore në përgjithësi, ju thanë nga juria popullore në New York, përpara referendumit të gjysmës. Ai triumfoi dhe ndaj atentateve, sepse donin dhe ta shfarosnin, ta zhduknin. Kështu që është e njëjta gjë që ka ndodhur në Shqipëri me liderit e opozitës dhe që vazhdon të ndodhi këtu. Kështu që unë nuk i besoj sondazheve në Shqipëri, janë sondazhe të paguara nga media të cilat janë media të kapura nga qeveria. Unë po ju them këtu janë punonjësit e rëndom të institucioneve shqiptare të terrorizuar për të folur dhe për të thënë të vërtetat por në interes publik, e le më pastaj mediat, që natyrisht në qehin gjithçka. A shihni te rezultati do të jetë krejtësisht ndryshe. Okej, to do ta shohim, kjo mbetet për të parë në 12 maj kur dhe të shpalla rezultatet. Shpresojmë që të ketë të bëj diferencën shpallja rezultateve. Shpresoj shumë. Kris Lasivita, çfarë do të sjellë për Partinë Demokratike? A do mundet ky ndikimi amerikan, ky trumpizmi që është jo vetëm në Amerikë, por edhe në disa shtete të tjera të cilat ju sa i përmendet zonja Harxhi të ndodhë edhe në Shqipëri. Pra, Sali Berisha, Partia Demokratike, Aleanca juaj të fitoj dhe nga ndikimi i strategut amerikan? Ndikimi i Christopher Lasivita ka filluar tashmë, që ditën e parë që i ka ardhur në fund të muajit shkurt. Dhe interesant është fakti që Christopher është jo vetëm strateg i zgjedhjeve, fushatave zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ai është në një ekip të madh ku natyrisht një prej tyre është edhe Paul Manafort, që është edhe ai kryestrateg i fushatave elektorale në SBA dhe Gjetk në vende të tjera të botës. Dhe ata si ekip janë përqendruar tashmë në Shqipëri, kanë muaj që janë këtu në Shqipëri, ekipi i tyre, efektet kanë filluar. Ju shihni çekuilibrin mendor të kryeministrit, çekuilibri mendor i tij shpjegohet vetëm dhe vetëm me efektin e Christopher Lasivita. Në fushatën elektorale. I friksohet? Absolutisht. E ndjen rrezikun? Absolutisht. Edi Rama? Por derisa ai anatemon tallet me figurën e Christopher Lasivita, natyrisht kjo tregon fare qartë që ai është shumë i friksuar nga efekti Trump në Shqipëri. Dhe efekti Trump ndihet tashmë kudo. E shihni ju në përditshmërinë tuaj, në fushatën tuaj këtë efekt? E shoh jashtëzakonisht shumë sepse strategjia zgjedhore që po përdoret nga ekipi ynë, shtabi qendror në Partinë Demokratike, është një strategji e cila po përpilohet hartohet përdit nga ekspertët tanë dhe ekspertët e ekipit amerikan, që kanë ardhur këtu për të menaxhuar fushatën dhe sidomos mesazhin elektoral, sepse mesazhi elektoral ka shumë rëndësi për ne. Dhe unë këtë e prek në mënyrë për orë, mund t'ju them, për nga mënyra se si ne na vinë mesazhet nga qendra, se si ne funksionojmë, organizimin ton të brendshëm, dhe dyta mesazhet që përçojmë kudo. Madje edhe mesazhet ditore që përçohen nëpër media, pavarësisht që ne kemi censurë mediatike shpeshherë, mendoj që përsëri na arrim të përçojmë mesazhe nëpërmjet mediave sociale. Unë ju falenderoj shumë zonja Harxhi që ishit edhe sot në studion ton, që gjetët kohën në këto ditë të ngarkuara. Do t'ju kërkoja vetëm një favor. T'ju thoja vetëm një fjali të fundit. Këto ditë kanë mbritur zarfat në pranë qytetarëve shqiptar, mërgjimtarëve shqiptar, ata të cilët jetojnë në mërgjim, në diasporën shqiptare. Kanë mbritur zarfat me vota. Pavarësisht presionit që po bën qeveria, po bën Edi Rama, Partia Socialiste, për të marrë votën me hir apo me pa hir nëpërmjet punonjësve publik që janë rreth 240.000, të cilët i ka vënë në resht si ushtar për të marrë votën e diasporës, mendoj që nuk kanë shans. I bëj një thirrje përfundimtare gjithë miqve të cilët janë në diasporë, që këto ditë po mbushin fletët e votimit për të nisur. Ju lutem, fati i shqiptarëve dhe i Shqipërisë është në dorën tuaj. Ta shpëtojmë Shqipërinë një herë për gjithmonë. Ky është momenti final dhe janë 200 e ca mijë votues të diasporës të cilët kanë në dorë fatin e prindërve, vëllezërve dhe motrave të tyre në Shqipëri. Ju lutem, për hir të familjeve tuaja, bëni të pamundurën, të mundur për të çuar këtu votimin, natyrisht fletët e votimit dhe në të njëjtën kohë për të votuar numrin 1. Ju falenderoj shumë dhe shumë suksese në këtë rrugtim politik. Faleminderit.